rajtën tonë kohën. Më zhdosht me përdor një shembull të një arsimtar dhe i latinishtës që Ezopi e përshkruan një element, një kundërthonjen mes djalit dhe nonës. Nona si nonë, kjo është e shek, e ka lind fëmijën të verbet. Dhe mosmarrveshjen mes tyre vjen deri aty, sa që nona nuk ka belo më e madhe se me qenë njeriu i verbet. Nona i thot djalit, bira, nuk është tragedi që të kom lind verbet, po është tragedi që po rren. E thash, këta 3 priftat, edhe ky historiani, tonë kohën rrajtën. Pse? Po, rrajtën, Kosova është e jona, e keni pru në Samara, ku e keni marrë ju? Por, pse ne vuajmë edhe sot, shumë vështirë, do të ketë politika, shkenca, njerëz të civilizuar me biseduar me Serbë. Për çka? Për arsye se Evropa e ka lazdruar Serbinë, tu mundue me përdor si një lloj moshe, herë Franca kundër Gjermanisë, Rusia kundër Gjermanisë dhe Francës, herë kundër Bullgarisë. Armiqësitë me serbëve dhe bullgarëve janë më të mëdha se me neve. Mirë po, ne gjatë tërë shekullit në 19, rilindjes kombëtare, ne kemi kërkuar Shqipëri etnike dhe kemi mujt në çdo moment mos të harro as fëmia, as i rritur i serb, këto manastire me i rënue. E pse kanë ekzistuar? Kanë ekzistuar për faktin se janë konsideruar kisha arbrore, kisha shqiptare, kisha thjesht Shqipërisë etnike. Dhe ashtu i konsiderojmë edhe sot. Shiqoni, në kompleksin e Universitetit Prishtinës, është ndërtuaja kisha aty ortodokse. Aja nuk na duhet. Në kompleksin e universitetit, me qenë se me kushtetut, feja është e ndarë nga shteti. Aty nuk na duhet ajo. Por u ndërtue për faktin se Miloševiqi kishte planin që me zbraz Kosovën, sikur që i bëri në 714 katunde Sanxhakut Nishit me 1777. Unë kom arrit që i lexoj dokumentet e asaj kohe. Nuk ka katund e 6 qytete të ati Sanxhakut, cilën shqiptarët e kanë quajtur Shqipnia e vjetër. Dhe i drejtohen sultanit, duke menduar, ashtu ishte politika, baba mret ma fal Kosovën, ma shite Nishin ku Shumlin, shite Plavë Ulqin e Gusin, dën me djeg këtë tro Shqipnin. E të tjera, se është vjerë e gjatë. Pra, populli me lidhjen shqiptare të Prizrenit, populli me lidhjen shqiptare të Pejës, populli me kryengritjet e mëdha shqiptare 1909, duke filluar me alfabetin e manastirit 1908, e tutje din çka don dhe do të orientohet gjithmonë në shkollë të drejtë, kombëtare, pa urrejtje, pa segregacion. Mua më vjen keq si intelektual se romët në Kosovë janë një popull që duhet me ju ndihmuar. Po duhet me ju ndihmuar në arsim,
duhet me ju ndihmua në shëndetësi, duhet me ju ndihmua në infrastrukturë, dhe janë për me ju ndihmua. Unë vazhdimisht politikanët tonë e thras, mos të zgjati, që të mbështeten në politikën e John Kennedy dhe në politikën izraelite ndaj arsimimit. Shqyqani, kur ka orë John Kennedy në pushtet, ka pas $36 miliard për investime për arsim. Kanë mere loptën, shkruje, 236 miliard. Dhe ka ngrit Amerikën nga një vend Sigurisht. I pa arsimum në një vend që është super modern. Hebrejet investojnë në arsim 34% të buxhetit kombëtar. Ne kemi obligim sparin ndaj kombit tonë, se dallimin mes Shqipërisë dhe Kosovës de facto nuk ekziston. Ne jem një komb, një gjuhë, një alfabet, një shkollë. Ata që propagandojnë sot kombi kosovar, letë dihet, as ka pas, as nuk ka, as ka me pas kur komb kosovar. Ne jem shqiptar, ne kem një non, ne besojmë në një zët, ne jem një komb I lirë dhe pa shibla. Bravo, sigurisht. Kishme shku me blokun e parë të marketingut dhe ishme këthy në pjesën e dytë bashkë me Muhabet. Marketing, theme pas pak. Jemi këthy për blokun të parë të marketingut bashkë me ta musafirë që në kanë dëru vërtet sonte dhe që po e diskutojmë manastirin e Deçanit. Me që jemi këtu tek manastiri e Deçanit të armiku shekullori shqiptarëve. Atë Nikull, çfarë mendon kush ka qenë armiku shekullori shqiptarëve ndër shekuj? Sipas jush? Për mua nuk ka qenë vetëm një, kanë qenë dy. Armiku më I madh që kemi pasur në shqiptarët kanë qenë shqiptarët e shitur. Pra ky ka qenë armiku më I madh që ne një pjesë, një pakicë shumë e vogël e jona janë shitur. Pra armiku shekullor, siç thoshte Im Zot Panoli, janë dy kishat. Kisha greke dhe kisha serbe. Kisha greke, nëse e shikohen nga jashtë, është më intelektuale, themi. Sepse flas në Shqipëri, kisha greke I ka punësuar shqiptarët, I ka blerë shqiptarët dhe vepron. Ndërsa kisha serbe vepron me arrogancë, vepron me urrëtie. Ja t'ju bëj ju një pyetje si moderator. Nëse do ta shikoni atë Nikolla Xhufkën duke rrahur një person, çfarë do të mendoni?